A keni provuar ndonjëherë të përzini kanellë me uthull? Nëse jo, po humbisni një nga truket më të fuqishme dhe ekonomike për shtëpinë tuaj. Sot do t'ju tregoj se si kjo përzierje thjesht do t'ju kursej shumë para nga produktet e shtrejta kimike. Përgatitja shumë e lehtë, por ka një sekret për ta bërë 2 herë më efektive. Hapi i parë: merrni kanellën. Nëse bluni vetë të freskët është akoma më mirë, por mund të përdorni edhe kanellë pluhur. Hapi i dytë: shtoni kanellën në 200 ml ujë të ngrohtë. Trazojini mirë, dhe nëse keni kohë lërni të qëndroj për 2 orë që të çlirojë të gjitha vetitë e saj. Hapi i tretë: pas 2 orësh shtoni 200 ml uthull molle dhe trazojini përsëri. Hapi i fundit: kullojini lëngun përmes një site për të marrë një përbërje të pastër. Por para se të shohim 4 përdorimet fantastike, mos harroni të bëni subscribe në kanal dhe aktivizoni zilin që të mos humbisni video tona të radhës. Është plotësisht falas dhe na ndihmon shumë. Përdorimi i parë është si shpërlarës goje. Uthulla rregullon pH-in dhe shkatërron bakteret që shkaktojnë erën e keqe, ndërsa kanella jep gojës një aromë jashtëzakonisht freskie dhe vepron si antibakterial natyral. Përdorimi i dytë: përzierja shërben si një repelent i fuqishëm. Spërkatni te dera e shtëpisë ose në qoshe. Era e fortë do të mbajë larg milingonat, bubrecat, gjithashtu dezinfekton sipërfaqet e ndotura prej tyre. Përdorimi i tretë është si pastrues sipërfaqes. Mund ta përdorni për të pastruar banakët, mobiljet apo edhe dyqemen. Shtëpia jo vetëm që do të shkëlqejë e të dezinfektohet, por do të mbajë një aromë shumë të këndshme. Dhe përdorimi i katërt: banjë për këmbët. Hidheni përbërjen në një kovë me pak ujë të ngrohtë dhe zhytni këmbët 2 herë në javë. Uthulla zbut lëkurën e fortë dhe lufton këpurdhat, ndërsa kanella përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon erën e keqe. Siç e shikoni, një zgjidhje me kosto minimale që bën mrekulli. Nëse ju pëlqeu kjo video, shpërndajeni me miqtë tuaj. Shumë faleminderit dhe mirupafshim në video në radhës.